mund të ushtroni tanë ditën, mund të hani shëndetshëm tanë ditën, po në qoftë se Piklimi banon më rreth jush? Po. Si ka qenë jeta jote para diagnozës dhe ditën që ti ke marrë diagnozën, si ishte? A je ushqyer mirë që të themi se fa ishte ndoshta të mënyra e ushqyerit? Do ta them diçka që do të bëj shumë sens, po që edhe unë e kam analizuar. Fizikisht kam qenë në formën më të mirë të mundshme. Shpirtërisht kam qenë në formën më të rëndë të mundshme. Kam pasur periudha të vështira në jetë që nuk kam ditur në atë kohë si ti menaxhoj. Dhe kjo mua më bind se ju mund të ushtroni tanë ditën, mund të hani shëndetshëm tanë ditën, po në qoftë se Piklimi banon më rreth jush? Po. Duhet të pastrohet trupi nga ato ndjenja, po që pastaj të pason ajo ushqimi fiziku. Njëherë duhet psikologjikisht të pastrohen ndjenjat e piklimi, ndjenja që nuk je mirë mjaftueshëm, për fëmijët a jam nane mirë, mjaftueshëm, a bëj mjaftueshëm për burrin, për familjen, ose në qoftë se hasim ndonjë, jeta i ka të gjitha. Humbim një antar të familjes, ballafaqimet të nga më të ndryshmet. Do me thënë, duhet që të ndalemi dhe të themi, okay, tani si do ta procesojmë këtë? Është jeta edhe i ka këto gjëra. Si do t'i procesojmë këto gjëra? Do të rrim të vuajmë, të shkatrojmë veten, të bijmë në depresion, apo do ta marrim veten me të mirë edhe të mundohemi sa më pak dëm emotivisht t'i bëjmë vetes.